s'ka mundësi me vazhdu kështu. Po ta përgurzu fe e thonë në fillim, marto me muslimanë. Marto që ato që ka fe. E çish ka mundësi me pas fe, hadithin tjetër e Enes ibn Malikut radhiyallahu ta'ala anhu thot pejgamberi alayhis salam, tash më na mësu pejgamberi alayhis salam, çish ka mundësi me qenë fetare, i tregon disa kushte. Idha sallat al-mar'atu khamsaha, do të shkruaj fal 5 kohë namazit. Wa samat shahraha, nëse agjëron muajin e Ramazanit. Wa ata'at zawjaha, nëse pason burrin e vet. Edhe është e sinqert edhe mbron organin e vet, wa hafidhat farjaha. Qila laha udkhil al-janna min ay bab ash-shar. I thuhet kësaj gruaje në ditën e gjykimit, hin në një del nga xheneti të cilën ti jeton. Aja du që i ka këto 4 kushte, mani men, fal 5 kohë namazit, agjeron muajin e Ramazanit, e ka rujt organin e vet nga zinaja, ka rujt bejën e vet, edhe ka pasu burën e vet, për gëzën i gratë të shkën e shpjet unë se ki me kombi banove gjenetit. Allah në mësat në podra ati dhe vazni. Aja du që ka përcu këto 4 kushte të pejgamberi alayhis salam, gjeneti ka 8 tyrë. Allah të shkanu për me thonë, zjedhe cilën dhe gjenetit të shiran, zjedhe. E hadithi parë që cek, lëve me fe, djetarë thoi me fe është, ta ketë 5 kohë namazit. Ta ketë 5 kohë namazit. Ta ketë agjërimi muajit Ramazanit. Nëse këto dyja i katër, ende partë e burrit, me rujt në derën e burrit, edhe mi pasu burrit, e ban shumë letë. Nëse këto dyja i ka pas ende partë e burrit, ka qenë 5 kohë namazit, 5 vakike, ka agjëru muajin e Ramazanit, ku djetë e burrit, ka më konë pasu se burrit vetë, edhe konë rujt në derën e burrit vetë. Këto në disa kushte që në kam mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mu për këtë pejgamberi sallam, rahimallahu mra'atan qamet min al-layli fa sallat wa ayqadat zawjaha, qad Allahu mshiraft atë grua e cila qohet natën. Edhe fal namaz natën. Edhe çon burrin e vet me fal namaz. Edhe nëse shohet burri i vet, ja çet pak ku i fytyr. Si grua me di pa vllazë sot. Grua që ka frikë Allahun që lëshon. Gruë që e din qëka është haram, qëka është halal. Gruë që të ka për dorë dhe qënë namaz, të harum familjen, të harum derin, të harum bereqetin e shtëpisë tonë. Rafti që ka qenë është një rast të regohet një histori islame, Selman, ku të martohet me Ebu Talhan, martohet në dy sahabitë në ruar këtë uja me këtë personin, Ebu Talhan, ndohë Ebu Talha dhe del me shitit, apo del me gjarë një kote vetë, edhe nuk fejhet. Kur vjen pas një kohë, para se marrë në shtëpi, një i tyre sahabit që ka qenë, sahabit shumë i vogël, ka ndru jetë. Allahu të shkanë ka spravu, edhe ka vdek. Sahabit, kur vjen shtëpi, gruja mirë, kësi gruja me gjithë që për thëmi ne, kur vjen në shtëpi, e me selam e Talha, e pyet grunë e vetë, qështë sahabia, është një gjendje shumë të qetë, edhe nuk ka rajtë, po shumë qetë, ka vdek. Një për gruja mirë, që ka bën? Të qohet, zbukurohet, lyhet, ngjyhet për burrën e vet, edhe flet me burrën e vet gjithë natën, edhe kënaqet me ta, në ngjezet të Allah e të lafshmosh se fëmia në ka vdek. Si gra me lip në vllazni. Se ka frikë Allahun që lëshanë u. E ka dërk i din. Jo që mundon me çun kamat, jo që mundon me çun lojna, jo që mundon me ta shkatru pasunin, me shkatru temel janë. Din që ka, fen që ka. Sot neve në mungon feja që ka. Mu për këtë problemet lindin, sepse s'falë, duhet një abukit punë. Ta që thëtë valla, do në me ngu glumën. Pse me ngu glumën te? Do në me qënë deti si vjetë. Oha, do në ngu me qënë deti? Haji 5 vakimi qënë deti? Shkon qarë për hoqë, Allah i posë kare. Pse së në fillim, se në ki marë bazamentin e mirë. Në ka sprovu Allah e neve, vazni. Në ka sprovu Allah e neve, kena vlënt, jetë është e gatë. Në ka sprovu neve, të kushtu të implafi, i kom 3-4 fëmijë hoqë. Po ma qëtë musë, ta qështë ty, jetë është e gatë, i ki 3-4 vlatë. Nesër masi që kon 13 vajzë pas samajt marto, mëse prit me fal bakikën, mëse prit me ran haram, por dhe sa bedin këto argumente pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me pas kujdes nga gratë të cilat martohen me messengjera. Na Allah messengjeri më shohim shejtan. Shejtani më i madh që është na është messengjeri. Palltoki numër 2 që kush i mirë Allah si kur këto dyja të shkaqet mos mund të martohen. Edhe dha dikush valla hoxhin e martu, po se dena ose te janë knas, ja knas pas 3 vite për shkak se e kelon grunë këtij çafën. Ata që martohen pas kujdes, po ta ku mirë, ka fol mirë, ja, mos më të partu, mos më kon mesit për para komplaki,
Apo kul hoxha, tash me sinxheri. Me sit balltaki. To e kena me sit. Të shumë pas kujdes, mes më marr diçka të cilën nuk na ka liu feun islam. Edhe kjo u kry alhamdulillah, i plotësuam këto kushte, edhe zgjedhën nusën, tash duhet me i pak disa rregulla për ata që i ndondër. Ai që i ndondër ka ndonjë rregull. Na ka mësuar feja islame edhe rregullat që i ndondër. S'ka na ka mësuar bëni dua pa që martohet, pas martohet nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu që ka thonë pejgamberi alayhis salam, kur të martohet i poshtoni barakallahu lek wa baraka alayk wa jama'akum bil khair. Allahu të jap bereqet ty, të jap bereqet juve dëve, edhe ju bashkoft mirësi. Kjo doa që na ka mësuar pejgamberi alayhis salam. Allahu të jap bereqet ty, edhe juve dëve, edhe ju bashkoft dëve në mirësi në bamirësi. Shpëllari për një qëzëm, s'pash ka e këtë i dhondër. Allah i përfaj. Ashtë e pëlqyshme dhe më thonë, ashtë e pëlqyshme, përësim një dhondër, një falën ka 2 reqatë. Transmetohet nga Abdullah ibn Mesudës e pejgamberi që më ka thonë, kur të hinë gruja të këburit, le të falën burit për para, dhe gruja pas ti nga 2 reqatë, shukër, falendërim për Allah në Gjereshanu. Që një vazifeje ishtame, në këtë momenti e dhondërisë, dikush jenë të kaj, dikush të piskar, dikush të deja të raptu, muslimanin e kam su qka, falë 2 reqatë. Valla e feje pastër është. Lumë nga që e kënë tjilë të tipi Allah i Gjereshanu. Dikush të deja në defa, dikush të jora qemente, dikush të kërsi të pësia, na musliman 2 reqatë për Allah i Gjereshanu. Ka thonë pejgamberi më këtë dhondër, falë 2 reqatë për Allah i Gjereshanu. Edhe qka bën? Bën e një dua. Kjo dua e kërshua në atën e dhondërisë. O Zot, me bën mua të bereqetshëm për familjen time. O Zot, me bën mua të bereqetshëm për familjen time. O Zot, bën e familjen time bereqetshëm për mua. O Zot, nëse na bashkon në bamirësi. O Zot, nëse na ndan pak bamirësi. Subhanallah. Çfarë feje pastër vazhdim. Na ka mësuar çdo sen, s'na kalon është harru pa themi, po na ka mësuar çdo sen, edhe çysh marr deri te fundi. Për ata të cilët mendojnë, për ata të cilët mendojnë, muslimani marrëdhënia ka ndonjë dua, ka. Pejgamberi na ka mësuar, as do më afro busëve, do ta çet dorën e tij në ballën e vet. Ata bënë dua. Allahumma jannib ash-shaytana minna wa jannib ash-shaytana mimma razaqtana. Ki dua që vazhnia din alhamdulillah. Pas me kallëzes. Kjo vazhnia din këtu. Thot o Zot, largo shejtanin nga mesi jon. Largo shejtanin nga mesi jon. Edhe largo shejtanin nga ne të ty. Edhe largo shejtanin nëse na jep diçka furnizim. Qoftë çika po djalë, largo nga i pasardhës. Po pejgamberi alayhis salam, nëse i jep Allahu pasardhës, thot lam yudurru shejtanu abada. Shejtani s'ka mundësi mi nguc atë mi kur. Shejtani s'ka mundësi mi nguc atë mi kur. Cili fëmi? Nëse ka po këtë doa në fillim. Nëse ka po këtë doa në fillim, shejtani atë fëmi s'ka mundësi mi nguc kur. Sta po dhe fëmija këtë dënja, jo mësyshi, jo të bonet, jo të bonet, fillim baba se ka bon bismillah që përën plest. Po të dukon kjo doa, se ne kam su pejgamberi, sallallahu aleyhi wa sallam. Ajë cili dëshëran në ranqëm, pas martanive, apo dëshëran prap të fariton punën e vetë, preferohet me abdes, edhe të mos flen në gjumë, po pastru, po pejgamberi alayhis salam, sunet është në pastru, ajë cili është gjinët, me leqët Allah Gjereshkan nuk i afrohen. Ajë cili është gjinët, me leqët Allah Gjereshkan nuk i afrohen. Obligimet që i ka burri ndaj grusë. Alhamdulillah, u bon vëndër, u martum, tash lindin problemet. Tash nga të regon ferën islame se kemi obligime. Ne si besimtar, si burri si burr, edhe si gruaja si grup ka obligime. Obligimi parë në vazhdim të ndëruar është i burrit, jemi të burri herë, el-infaqu alejha, me furnizu familjen e vetë. Pa burri duhet me punu. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Allah i thot, burrat e matë lartë, se sa gratë, në këtë aspekt pse me punu. Burri ka obligim u lodh edhe me punu risku shtëpinë e grusë vetë. Po pejgamberi sallallahu ku kanë pyet çfarë është hapi grusës, an nub'imaha idha ta'am wa yaksuha idha iktasa. Hatta ushen ato ku të ushqejë për veti, ta vesh ato ku të vesh për veti. Pra burri është ai përgjegjës i cili për familjen e vet për me punu riskun, për me punu. Ato Allah i ka bu përgjegjës. Pra punë e po e qka?
duhet me kushtu kujdes furnizimit, e ka obligim burri me kushtu kujdes furnizimit. Nëndër, al-wiqayatu min adhabi nar. Me qenë burri ka këtë obligim të madh, me rujt familjen e vet nga zjarri i xhehenamit. Qysh Allah në Kur'an po thot: "Ku anfusakum wa ahlikum nar." Mbroni, uruni familjen tuaj dhe veten tuaj nga zjarri i xhehenamit. Me rujt me thon familjen nga zjarri i xhehenamit. Me tregu familjes kur është koha e namazit. Me tregu familjes i namun Ramazan. Me tregu familjes tash është koha me hap zeqat. Me tregu familjes koha me shku në haxh. Me tregu familjes e kështu me radhë.